Sot unë kam zgjedhur të tregoj edhe të përqendrohemi tek teksti biblik nga Veprat e Apostujve 9. Do ta lexojmë pjesë sipas ecurisë mesazhit. Dhe mesazhin e kam titulluar Kur Sauli pa dritën. Unë nuk e di a keni parë ju ndonjë jetë, patjetër që keni parë, por ndoshta mendoni për një jetë të transformuar ose për dikë që ka ndryshuar jashtëzakonisht aq sa nuk mund ta shquash më, nuk mund ta krahasosh më me të shkuarën. Dikush që ndoshta ishte shumë rebel dhe pastaj u bë krejt i bindur. Dikush që ishte shumë i ftohtë, por pastaj ndryshoi bevas dhe u bë shumë i dashur. Dikush që ishte shumë i grindur, pra grinde gjatë gjithë kohës, por u bë shumë i paqë dhe shumë i duruar. Dikush që ka qenë shumë kurrnac, por papritur u bë krejt bujar. Dhe gjithë ne kemi persona që themi po si ndryshoi jeta e tij. Por ai që mund të shohim më nga afër dhe mund të dimë shumë mirë është si ka ndryshuar jeta jonë. Ndoshta ne kishim këto cilësi dhe befas një transformim ndodhi. Po sot do të ndalemi tek një nga transformimet më të fuqishme që gjejmë në fjalën e Zotit, nga jetët që me të vërtet patin një ndryshim rrënjësor. Dhe te veprat e historinë e Saulit dhe kthimin e tij në besim, e gjejmë të regjistruar nga Luka 3 herë. E gjejmë tek Veprat 9, te Veprat 22 dhe te Veprat 26. Si duket Luka do që ne ta fiksojmë, të mësojmë dhe ta kujtojmë edhe të inkurajohemi gjithashtu që kur një njeri si Sauli mund të kthehej në besim, nuk ka raste më të pamundura. Të gjithë ne kemi ca njerëz në mendje që themi për këtë njeri dhe dorën në zjarr që nuk bëhet besimtar. Unë isha për një mikun tim që po më ngjillizonte në vitin 2002 një rast i tillë. Ai tha, çdo kush mund të shpëtohet, por andi nuk shpëtohet. Edhe sa herë takoj them dorën në zjarr. Jo, nuk vem më dorën në zjarr, thot. Nuk kam rast të pamundur për hirin sovran të Perëndis. Nuk ka rast të pamundur. Unë do të filloj nga vargjet 1 dhe 2, do t'i lexoj, edhe së bashku do shkojmë deri tek vargjet 22 sot. Veprat 9, vargjet 1 dhe 2. Ndërkaq Sauli, duke shfryrë akoma kërcënime dhe kërdi kundër dishepujve të Zotit, shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai letra për sinagogat e Damaskut me qëllim që po të gjente ndonjë udhëtar të udhës, burra o gra, të mund t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. A ju kujtohet hera e parë kur e hasin Saulin në shkrime? Kush e mban mend? Kur është hera e parë që Sauli del në fjalën e Zotit? Po, tek momenti ku Stefani, dëshmori i parë i Krishtit, po vritej me gur. Dhe të gjithë këta vrasësit, mbajtësit e gurve, hedhësit e gurve, i kishin vënë rrobat e tyre te këmbët e një djaloshi të riu që quhet Saul. Dhe ai po i ruante rrobat e tyre. Por nuk është se ishte vetëm roja i rrobave. Luka na ndihmon më një herë tek vargu tjetër, tek Veprat 8:1, thotë ai kishte miratuar vrasjen e Stefanit. Ai ishte po aq fajtor sa të gjithë ata që po hidhnin gurët. Dikur më vonë ai do thotë që edhe unë i kam duart me gjak për kishën e Perëndis. Pra ai e sheh se jo vetëm ka folur, jo vetëm ka arrestuar, jo vetëm ka tërhequr zvarr njerëz, por ka qenë një vrasës gjithashtu. Pra Sauli nuk ishte thjesht një vëzhgues indiferent, pra një vëzhgues që thjesht po injoronte krishtërimin. Ai u bë një armik i dhunshëm që gjente kënaqësi të madhe
në dërmimin e të krishterëve. Shikoni te vargu i parë, thotë ai shfrynte me kërcënime, dhe kërdi kundër dishepujve. Apo bënte kërdim, ne dim shqip që fjala kërdi është një fjalë e rëndë, mizori, nuk ka mëshirë, nuk ka asnjë lloj tolerance, zvarr, burra dhe gra, Luka na ndihmon që nuk ka dallim. Nuk është një burr që po merret me burra, po merret me çdo kënd që ka është po dëshmon për Jezusin. Këto nuk ishin thjesht shpërthime emocionale të Saulit, të izoluara, po kjo ishte bërë tani misioni i jetës së tij. Ai kishte siguruar një autoritet të veçantë, special, dhe kishte marrë përsipër që të ekstradonte të gjithë të krishterët, apo siç i quhen ai iftarët e udhës, dhe t'i sillte prap në Jeruzalem. Ai duke sigur donte që ta vriste, ta izolonte dhe ta vriste kishën aty ku ajo lindi. Te Vepra 8:3 është një kapitull më përpara, ka një vargu thotë Sauli po shkatronte kishën. Dhe fjala që Luka ka shkruar këtu për shkatronte kishën është përdorur vetëm një herë, vetëm këtu. Dhe është e njëjta fjalë që e gjejmë tek Psalmi 80:13, kur thuhet: deri i egër i pyllit e shkreton dhe egërsirat e fushës kullosnin aty. Fliste për një vreshtë, që deri i egër e shkreton. Dhe kjo është e njëjta fjalë, pra. Kështu po sillej Sauli si një egërsir, si një der i egër që hungurin, që don të shqyje, që don të shkretoj gjithçka që gjen përpara. Ai po e bënte këtë duke qenë plotësisht i bindur që po i shërbente Perëndis, duke përndjekur ndjekësit e Jezusit, ose siç e thash quheshin iftarët e udhës, i thoshte ai. Jezusi në fakt e kishte paralajmëruar këtë gjë. Te Gjoni 16:2 ai regjistrohet të këtë thënë që do t'ju përjashtoj nga sinagogat, madje po vjen koha kur çdo që do t'ju vras, do të mendoj se i ka kryer një shërbim Perëndis. Pra, ndjekësit e tij, dishepujt e tij, apostujt e qenjit, po i jetonin fjalët që Jezusi po thoshte. Po nëse e shohim pak nga lart tani, ne që dim historinë, e kemi lexuar, e kemi lexuar gjithë librin e veprave apo gjithë Biblën. Kur ne shohim pak nga lart, na kujtohet vargu i parë, te kapitulli i parë, vargu i 8, ku Jezusi tha: ju do të merrni fuqi kur të ketë ardhur fryma e shenjtë, dhe do të bëni dëshmitarët e mi, qoftë në Jeruzalem, qoftë në Jude, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Kjo ishte plani i Jezusit, ky ishte plani i Perëndis, që ungjilli, lajmi i mirë të predikojë në fuqinë e frymës shenjtë, duke filluar nga Jeruzalemi, në gjithë Jude, në Samari dhe deri në skajin e botës. Dhe shikoni se çfarë po bën Pali tani. Pali po i tërheq këto dëshmitar që Jezusi i ka shpërndar për të shpallur fjalën e Zotit, po i tërheq varr me pranga dhe do t'i sjellë sërish aty nga kanë dalë. Pse po e bën këtë? Që të mos shpërndahet lajmi i mirë, që të mos predikohet Krishti, që kisha e Zotit të mos ndërtohet, që lavdia e Perëndis të mos mbush botën, ashtu siç ujërat mbushin detet. Profeti Habakuk do thoshte në Beslidhjen e vjetër, sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë së Zotit, ashtu si ujërat mbushin detet. Ani Pali të gjithë këtë plan të mrekullueshëm, që gjithë skajet e dheut të shohin lavdinë dhe të mbushin me lavdinë e Perëndis. Të gjithë të dëgjojnë lajmin e mirë, Krishti të bëhet i njohur dhe i ditur, ai thotë jo, me asnjë mundësi nuk do të ndodhi kjo gjë. Pra kjo është Pali. Ne themi sot, e mor Pali, çfarë valle je i ke hyrë? Me siguri nuk e dije, se po ta dije, nuk do ishe aq i zellshëm dhe aq i guzimshëm.
Dhe ndoshta hedhi një vështrim në ditët e sotme, kur po jetojmë. Disa mendojnë se janë të drejtë para Perëndis, sepse po ndjekin traditat, bëjnë vepra të mira, ose kanë disa bindje të qarta, i mbrojnë bindjet që kanë. Por zelli, pa të vërtetën, është vërtet shumë i rrezikshëm. Ashtu si Sauli, ka ende njerëz që luftojnë kundër Perëndis dhe nuk e kuptojnë që po luftojnë kundër Perëndis. Sa herë që do të takoni njerëz që janë kundër kishës Perëndis, kundër predikimit të Ungjillit, kundër përhapjes së fjalës së Zotit, është e thjesht për ta kuptuar që ata nuk janë kundër njerëzve, ata janë ngritur kundër Perëndis. Bani mend vëllezër dhe motra që njerëzit mund të jenë shumë fetar dhe në të njëjtën kohë plotësisht humbur. Vazhdojmë pak më tutje tek vargjet 3 deri në vargun 9 dhe të shohim takimin binatyror që Sauli ka, një përballje me Jezusin e ringjallur. Të lexojmë së bashku. Por ndodhi që ndërsa po udhtonte dhe po i afroi Damaskut, befas rreth tij vetë tiu një dritë nga qielli, dhe si u rrëzua për tokë, dëgjoi një zë që i thoshte: Saul, Saul, pse më përndjek? Dhe ai tha: Kush je o Zot? Dhe Zoti i tha: Unë jam Jezusi që ti e përndjek. Është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave. Atëherë ai duke u dridhur i tëri, i trembur tha: O Zot, ç'don ti të bëj unë? Dhe Zoti i tha: Çohu dhe hyr në qytet, dhe do të thuhet ç'duhet të bësh. Dhe ndërsa dhe njerëzit që udhtonin me të ndaluan të habitur, sepse dëgjonin tingullin e zërit, por nuk shikonin njeri. Pastaj Sauli u çua nga toka, por kur i çeli syt, nuk shihte asnjëri. Atëherë e morën për dore dhe e çuan në Damask, dhe mbeti 3 ditë pa të parit, as hëngri, as piu. Pra ndërsa Sauli po i afrohej Damaskut, është kjo dritë e shkëlqyshme, kjo dritë jo e zakontë. Nuk ishte një rënje dielli në kokë, nuk ishte një rufe, nuk ishte një krizë epileptike, si disa përpiqen ta diskreditojnë takimin binatyror, ashtu që përpiqen diskreditojnë takimin tonë me Jezusin personal. Ai ra në tokë dhe dëgjoi një zë: Saul, Saul, pse më përndjek? Shikoni se çfarë çarmatosje e plot. Ky burr me këtë autoritet veçantë që mund të ekstradojë çdo kënd, pa ju dridhur qerpiku. Tani është koha që të merret vetë i arrestuar, është koha që të merret vetë në pyetje. Dhe kjo pyetje është shumë domethënëse. Jezusi po identifikohet plotësisht me popullin e tij, duke na lënë të kuptojmë që përndjekja e kishës nuk është as më pak e as më shumë, vetëse një përndjekje ndaj tij. Me fjalë të tjera, Jezusi po thotë: Saul, ata janë të zgjedhurit e mi, ata janë populli im i ri, ata janë nusja ime Saul. Ti po më përndjek mua, Saul, Saul, pse më përndjek? A e kupton se çfarë po bën? A e kupton se në cilën anë je? A e kupton se çfarë valle je i ke hyrë? Përgjigjja e Saulit e vargu 5 është: Kush je o Zot? Dhe ky është hapi i parë shpresëdhënës. Pali thot: O Zot, kush je? Pali tani ka një ndjenjë sundimtari, një që dikush ky që po takoj nuk është do kushdo, është dikush që është mbi ne, është mbi mua, është një sundimtar. Dhe Jezusi i përgjigjet: Unë jam Jezusi të cilin ti po e përndjek, është e rëndë për ty t'i godasësh me shkelm kundër gjembave. Një përkthim më i fjalë për fjalshëm nga përkthimi i ri i Biblës Pro thot, po citoj nga Veprat 26:14, ku përshkruhet e njëjta histori, thot: Dhe ndërsa të gjithë ne eram për tokë, dëgjova një zë duke më thënë në të folmen hebraike: Saul, Saul, pse më përndjek?
është e vështirë për ty që të shkelmosh kundër hostenëve. Jo kundër gjembave, po kundër hostenëve. Tani, të gjithë kemi lexuar mjaft herë, por unë dua të ndalem shumë shkurt, shumë pak për të shpjeguar pak. Çdo thotë kjo të godasësh me shkelma gjembat apo hostenat. Hostenat ne dimë që ato hujt e mprehur mirë maja apo jo? Dhe ishte një shprehje në kulturën hebraike që mos i godit me shkel hostenjt e mprehur e maja. Me fjalë të tjera si të thuash, po çfarë bën ose po dëmton veten tënde? Ke parasysh? Këto hostenj ishin si shigjeta që vendosishin rreth e qarkstaneve në mënyrë që të ruanin baktin nga bishat e egra. Kur bishat vinin te porta, donin të hapnin një të qarë dhe godisnin këto hostenjt. Dhe ato nuk i kuptonin që plagoseshin dhe fillonte një gjakderdhje dhe bishat e egra sa më shumë të hasnin rezistencë, aq më fort godisnin. Kjo është imazhi që po përdor Jezusi në të folmen hebraike, në kulturën hebraike, që më shumë se çe kupton Pali se kupton asnjë tjetër. Dhe kjo shprehje pra ka shumë kuptim për Palin. Dhe mendoni pak tani për shokun e madh që po përjeton Pali në këto momente. Sauli, më falni, s'është bërë Pali akoma. Do ta ngatroj këtë sot. Me siguri ai po mendonte, si ka mundësi që Jezusi, domethënë Zoti po më thotë që në cilën anë je, ajo që ti po bën, jo vetëm që nuk i shërbej ka Perëndis, por unë po dëmtoj veten time dhe jam duke përndjekur vetë Zotin. Si ka mundësi që gjithë shka që kam fituar dhe kam ndërtuar deri tani, si për shembull identiteti kombëtar, ai thoshte unë jam hebre, bir hebreu, den babaden hebre. Si ka mundësi që studimet e mia që në vogli, në këmbët e Gamalielit, masterat që kam marrë në fariseizëm, për kushtimi gjithë rinin time, dhe gjithë kësaj kohe, unë jam në anën e gabuar të historisë. Është një shok i madh për të. Imagjinoni momentin kur këto shoqëruesit e Saulit e marrin për dore, sepse nuk mund të shoh. Imagjinoni një Saul në kalin e luftës, i rrëzuar, e tani e marrin për dore për ta çuar atje ku do t'i thuhet se çdo të ndodh me të. Perëndia po e përulte dhe po e krijonte çdo kusht Saulit, që ai të reflektonte dhe të kuptonte se çfarë ishte duke bërë. Në fakt, të gjithë njerëzit që kanë jetuar ndonjëherë, përfshirë dhe gjithë neve këtu, kemi qenë në anën e gabuar të historisë. Dhe nuk ka një njeri sot në botë që të jetë në anën e duhur të historisë. Dy janë anët. Dy janë përfaqësuesit, Adami dhe Krishti. Mëkati ose shenjtëria, vdekja ose jeta, përndjekja e Krishtit ose bashkimi me të, mallkimi që vjen nga ligji ose risia e jetës, përjetësisht të ndarë nga Perëndia ose përjetësisht të bashkuar me Perëndin. Nuk ka një anë tjetër neutrale që dikush thotë nuk jam unë as në Adamin, as në Krishtin. Jo, nëse nuk je në Krishtin, je në Adamin. Nëse nuk je në jetë, je në vdekje. Nëse nuk je në bekim, padyshim që je në mallkim. Vini re që kthimi në besim nuk është një vendim, nuk është një zgjedhje. Pali nuk po shkonte për të marrë një vendim për Krishtin e ringjallur. Nuk po shkonte për të zgjedhur, nuk pati një thënie. Ai than, e morën për dore, i than ti do shkosh atje ku do të thuhet se çfarë të bëjmë. Tani jo të gjithë ata që janë shpëtuar kanë këtë eksperiencë. Të gjithë ne kemi pas një mënyrë unike, jemi zënë, jemi kapur prej Krishtit. Na nuk do të presim që të shohim një dritë, që të kemi sytë na verbohen, që të kemi ato luspat që të na bien. Apo të kemi
të mbushemi frymën e shenjtë dhe pastaj të pagëzohemi dhe shumë shpejt të nisim për mision. Kjo ishte një histori unike e Saulit, siç edhe historia e kthimit tonë në besim është krejtësisht unike. Por ajo që është e vërtetë në çdo histori kthimi në besim është takimi personal, jetë ndryshues me Krishtin e ringjallur. Të gjithë ne që kemi besuar jemi takuar prej Krishtit. Ai na ka gjetur. Duke përdorur një person, duke përdorur shkrimet, duke përdorur predikimin e fjalës, ai na ka gjetur aty ku ishim. Në humbje, në mbretërinë e errësirës, na ka marrë, na ka sjell në dritë. Pra takimi personal, jetë ndryshues dhe dhënia e një misioni prej tij na ka ndodhur të gjithë. Këtë padyshim që do ta kërkojmë në çdo histori kthimi në besim, në çdo rilindje, në çdo rigjenerim nga Perëndia, ne do themi si ndodhi. Dhe çdo kush që do tregoj historinë do thotë Krishti më gjeti, Krishti më zuri, Krishti më shpëtoi. Ai dërgoi njerëz të më jepnin fjalën e tij. Ai më hapi syt që të kuptoja ungjillin, lajmin e mirë, të kuptoja sa i humbur, sa mëkatar isha dhe sa i shpëtuar jam prej tij. A është dikush në mesin tonë sot që ndoshta po i reziston Jezusit? A është dikush që po e përndjek Krishtin sot? A është dikush që nuk ja ka dorëzuar jetën atij? Dhe nuk ka thënë, ja ku jam o Zot, bëj me mua atë që ti dëshiron. Nëse nuk e kemi bërë këtë gjë, me siguri jemi akoma në anën e përndjekjes e Jezusit, ose thënë ndryshe po i bijem me këmbë hostenve. Nuk ka një hapësirë tjetër. Këto janë dy anët e historisë. Nëse nuk kemi ardhur në njohjen e tij, në pranimin e tij si Zot dhe shpëtimtar, me siguri kemi atë natyrën e bishës së egër, megjithëse mund të kemi një fytyrë prej engjëllit. Transformimi i Saulit nga një përsekutuesi më i madh në predikuesin më të madh. Lexojmë pjesën e fundit të vargjeve që kemi për sot, nga vargu 10 deri te vargu 22. Në Damask ishte një dishepull me emrin Anania, të cilit Zoti i tha në vegim: Anania, dhe ai u përgjigj: Ja ku jam o Zot. Dhe Zoti i tha: Çohu dhe shko në rrugën e quajtur e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emrin Saul, i cili po lutet. Ai ka parë në vegim një njeri me emër Anania, duke hyrë dhe duke i vënë duart për t'ia kthyer dritën e syve. Atëherë Anania u përgjigj: O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri, se sa të këqija u ka bërë shenjtorëve të tu në Jeruzalem. Dhe ai ka këtu një autorizim nga krerët e priftrive për të burgosur të gjithë ata që thrasin emrin tënd. Por Zoti i tha: Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për ta sjell emrin tim përpara jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse unë do t'i tregoj atij sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim. Atëherë Anania shkoi dhe hyri në shtëpi, dhe duke i vënë duart tha: Vëlla Saul, Zoti Jezus që të shfaqur në rrugën nëpër cilën ti po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me frymën e shenjtë. Në këtë çast i ran nga syt disa si luspa dhe ai fitoi përsëri të parit. Pastaj u ngrit dhe u pagëzua. Dhe mbasi mori ushqim, ai u ripërtëri në forcë. Pastaj Sauli qëndroi disa ditë me dishepujt që ishin në Damask dhe filloi menjëherë të predikoj Krishtin në sinagoga, se ai është biri i Perëndisë, ose duke thënë se Jezusi është biri i Perëndisë. Dhe të gjithë ata që e dëgjonin çuditeshin dhe thoshnin: Po a nuk është ky ai që në Jeruzalem përndishte të gjithë ata që e thërrisnin këtë emër dhe ka ardhur këtu me synimin që t'i çojë si robër te krerët e priftrive?
por Sauli bëhej gjithnjë më i fortë dhe i hutonte judejt që banonin në Damask, duke vërtetuar se Jezusi është Krishti. Amen. Ndërsa Sauli, pra, i verbër, ai kishte humbur shikimin dhe po lutej, Perëndia i flet një dishepull tjetër, Anania. Dhe Anania me të drejtë heziton. Edhe sjell përpara Zotit një argument. Më bën përshtypje se në të njëjtën mënyrë disa kapitull më përpara ose një kapitull më përpara Zoti i flet Filipit, i thot: "Çohu shko dhe zëra të Etiopasin që po kalon me karrocë." Edhe ai nuk e diskuton fare. Nuk thot po a je i sigurt ose kështu. Ndërkohë që Anania ka një argument për t'i thënë Zotit, kur ai thot çohu dhe shko. Ai thot që shiko se ne dim ç'makabritet ka bërë ky, çfarë kërdie, çfarë mizorie ka bërë në të krishterë. Ky është një i pamëshirshëm. Ky se meriton hirin dhe mëshirën tënde. Sauli ishte njeriu më i rrezikshëm në ato ditë. Po Perëndia i thot: "Ai është vegla që unë kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit." Dhe derisa do lexoni në leximin tuaj, kurdo që të vijë koha, librin e veprave, ju të shikoni që të gjitha këtë qëllim që Perëndia kishte, këtë zgjedhje që Perëndia kishte për Saulin, e gjitha plotësohet. Shikoni te vargu 17. Anania bindet, shkon tek Sauli dhe i thot: "Vëlla Saul." Shikoni tani se çfarë momenti i fuqishëm, çfarë momenti i mrekullueshëm. Nuk ka asnjë dyshim në te Anania. Ai thot: "Vëlla Saul." Vëlla, çfarë vëllai? Nga etnia. Vëlla shqiptar, si i themi në njëri tjetër vëlla. Vëlla nga rajoni, siç mund t'i themi bashkombasve, apo në Turqi ku shkon të gjitha ata kanë një shprehje që thon abi, do thot vëlla, s'ka rëndësi në çfarë shteti dhe kombësie je. Në çfarë kuptimi vëlla? Vëlla botror, vëllezër nga ky univers, nga ky planet. Jo, vëlla në Krishtin. Saul, ti je zgjedhur nga Perëndia, ti je pjesë e popullit të ri të Perëndisë, je pjesë e kishës, fryma e shenjtë të ka rilindur, ka dhënë jetën, atë jetën e vërtetë, atë jetën që nuk soset kur, atë jetën me bollëk që jep vetëm Jezusi. Me një herë, vargu 18, diçka si luspa i ra nga syt. Sauli rifiton shikimin, u pakzua dhe shumë shpejt, pasi mori pak fuqi, pasi ndeti pak me vëllezërit aty në Damask, ai filloi të predikonte. Dikush mund të thotë, po prit mos donte ta kuptonte pak më mirë Ungjillin, mos duhej pak të maturoj, të piqi, të bënte diçka, të zhbënte atë shkollën judaike dhe të fillonte një shkollë tjetër dhe pastaj të fillonte të predikonte. Por jo, Sauli dinte mjaft aq sa ç'duhej për të predikuar Krishtin. Ai e dinte që nuk ishte më në anën e gabuar të historisë, por ishte në anën e duhur. Ai dinte që ishte i vdekur në fajt dhe mëkatet e tij, por sot ishte i gjallë, ishte i verbur për tani shihte. Ishte në Adamin, por tani është në Krishtin. Ati mjaftonte që të dinte që Jezusi është Krishti, i vetmi Zot dhe shpëtimtar. Dhe kaq duhej që ai të fillonte dhe të predikonte. Shkrimi thotë që ai i hutonte judejt, i shastiste judejt, duke i vërtetuar që Jezusi është Krishti. Si Anania ndonjëherë dhe Perëndia na thret neve të shkojmë ndoshta tek njerëz që janë rastet e pamundura. A keni në mendjen tuaj dikë tani, a më vonë, si Sauli? A keni një rast të pamundur në mendjen tuaj që thoni, kujdo të ja predikoj Ungjillit, po jo atij apo jo asaj? Shikoni se ndoshta si Anania dhe Zoti
i flet zemrës tonë që të shkojmë pikërisht tek ai dhe tek ajo rasti pamundur që Perëndia dëshiron apo mund të jetë duke punuar për kthimin e tyre dhe dëshiron të përdor ty për këtë. Këtë javë unë kam përjetuar një gëzim shumë të madh. Jo një gëzim që të rrënqeth për pak minuta edhe pastaj largohet, por një gëzim që ta mbush shpirtin plot me lavdërim për Perëndin. Bëhet fjalë për një mrekulli të madhe, po jo nga ato mrekullit e Facebookut, po nga ato mrekullit e librit të jetës. Jo shumë e publikuar dhe e trumpetuar, edhe e thënë me të madhe në publik, po nuk e din, shumë pak njerëz mund ta dinë. Këtë javë unë takova një burr, emri i tij ishte Muzafer. Ai jetonte në Tetov dhe bashkë me familjen ishte aktor me profesion në teatrin e Tetovës dhe kishte ardhur në Tiranë. Një i krishterë, një vëllai yni më kërkoi nëse mund të vinin të bënin disa prova te kisha dhe unë thash patjetër, në kohën që është bosh, mirë se të vini. Dhe nuk e dija fare se kush ishte shoku i tij apo Muzaferi, po i themi Muza. Dhe ai filloi të ishte shumë fjalë pak, ishte shumë i përkushtuar tek puna e vet. Por ndër të tjera i përmendi, edhe unë isha hezitues, sepse nuk dija si t'i qasesha, sepse nuk kam takuar një person shqiptar nga Maqedonia e Veriut që thotë, unë besoj në Krishtin, unë adhuroj Krishtin, apo Krishti është Zoti dhe shpëtimtari. Dhe gjitha ato herë që kemi folur, pavarësisht se ka ngjarje apo histori që ka interes ose ka misionar që kanë shkuar, që ta kisha takuar vetë, shtrëngoja dorën e dikujt, që t'i thoja vlla Muza ose vlla Saul, siç i tha Anania Saulit, nuk e kisha takuar asnjëherë. Edhe ai po më shikonte që unë po hezitoja pak edhe më tha, edhe unë tha kam besuar te Krishti ta. Edhe prapë unë isha skeptik brenda meje, pavarësisht se aty thash lavdi Zotit. Isha skeptik se thosha unë ndoshta thot thjesht me fjalë. Po nuk e di a ka ndodhur diçka brenda tij, a ka ardhur fryma e shenjtë brenda tij. Ai filloi të tregonte se si kishte qenë një proces, si për disa vite ai nuk kishte as pak interes të dëgjonte ungjillin dhe ishte shumë mirë në komunitetin musliman të Tetovës, që vërhirës vërtet është shumë i ashpër, shumë i fortë. Pafund kanë shkuar misionar, vendas të huaj dhe janë kthyer, janë larguar pa parë asnjë fryt të punës së tyre. Dhe aktualisht është një familje që po shërben prej gati 10 vitesh. Dhe unë vetë nuk e dija kisha në shpresë që do takoja një besimtar nga këto treva. Dhe pastaj ulemi, ham disa vakte në buk, pastaj e ftojmë, ai ka ndetja 2-3 ditë në Tiranë, do shkoj, do kthehet prapë. Po çfarë po bënte, çfarë ishte ajo shfaqja që po përgatit, është një monolog, një monodram. Monodrama ishte dëshmia e Gjonit Apostull. Dhe teksti ishte si e takoi Gjoni Jezusin dhe deri tek momenti ku Gjoni merr zbulesën. Pra, kjo është monodrama, kjo është monologu që ai po përgatiste. Dhe ai po dëshmonte që kishte besuar, ndoshta 2 javë më parë, pasi kishte lexuar dhe interpretuar këtë monolog të Gjonit. Ani do isha duhet të jem shumë i kujdesshëm që t'ju tregoj një histori vërtet që edhe mbas ta vitesh u thonë, ku shkoi Muza? Po me gjithë në aq sa një njeri mund të dallojë, mund të shikojë jetën e Zotit brenda tij, jo vetëm në fjalët e tij, por edhe në dëshirën e tij për ta njohur Perëndin. Ai ka një vajzë studente në Maqedoninë e Veriut, në Tetov pra, dhe një vajzë studion në Tiranë për muzikë operistike, për këngëtare,
opera. Edhe atë natë kur ne i ftuam për darkë në shtëpi, ai tha mund ta marr dhe vajzën. Patjetër merr këtë duash, hajde. Dhe ai atë ditë kishte treguar vajzës që un kam besuar në Krishtin, po ishte thënë kështu. Nuk do t'i tregosh mamit edhe motrës madhe. Nuk e di çka ka me mamin dhe motrën e madhe. Po me siguri ato janë më të mbyllura për këtë çështje. Ajo tha unë, kur më tha babi kështu, vajza e vogël, Rozafa, tha, unë tha mendova dhe që mos është smur, dhe ka një smundje që s'do që t'ja tregon, por tha që ka besuar në Krishtin. Dhe na kërkoi pastaj dhe ne u lutëm që kur të shkoj në shtëpi të ketë guxim dhe fuqi edhe hir që t'i tregoj gruas dhe vajzës madhe që ka besuar në Krishtin. Kjo është kërkesa ime për ju sot, që ju të luteni për atë familje. Ndoshta është fryti i parë atje, ndoshta i dyti, i treti, ne nuk e dim, ndoshta Zoti ka shumë të tjerë të fshehur atje. Po muza është një fryt i freskët i një vendi thuajse të pamundur, që nuk ka kisha. Nëse takon dikë që ka dëgjuar për Jezusin të thua pas ka dëshmi, por nuk ka të shpëtuar. Unë e kam për të mbyllur tani. E di që u zgjata pak, por se e tregova historinë e muzës është për vendet e pamundura, për fshatrat e pamundur, për qytetet e pamundura, për zonat, për familjet e pamundura. Nuk ka raste të pamundura për Krishtin. Merrni zemër sot kur Sauli u kthye dhe Zoti kishte një plan për të, nuk ka asnjë rast apo person të vështirë për Perëndin. Historia e Saulit është një kujtesë e fuqishme për hirin transformues të Perëndisë. Dhe nëse keni harruar ca gjëra që thashën sot, mbani mend këtë që do them tani. Hiri i Perëndisë është një gjë kryesore që mësojmë nga kjo histori. Është i parezistueshëm. Ai mund të shpëtojë dhe transformojë edhe zemrat më të ngurta. Çdo gjë është e mundur për Perëndin. E dyta gjë që mësojmë për hirin e Perëndisë është që thirrja e tij është e pashmangshme. Kur ai na shpëton, ai na jep gjithashtu një mision. Ne nuk shpëtohemi vetëm që të sigurojmë një vizë për në parajs, një pasaport e parajsës. Kryeministri na ka premtuar një pasaport me Bashkimin Evropian. Por nuk është kjo. Perëndia na shpëton dhe na jep një mision që është shumë i lartë e shumë më fisnik se çdo gjë tjetër me të cilën ne mund të përfshihemi. Ne do të çohemi dhe do ta predikojmë që Jezusi është Krishti, që është Zoti dhe shpëtimtari i vetëm. E treta gjë që mësojmë nga ky pasazh ose të mbajmë mend është që misioni i Perëndisë është i pandalshëm. Asnjë përndjekje nuk mund ta ndalojë dot kurrë. Asnjë lloj prange nuk do të mund ta lidh kurrë fjalën e Perëndisë. Dëshmitarët e tij, secili prej nesh, do të shkojnë me ungjillin deri në skajin e dheut. Fjala do të shumohet. Lavdia e Perëndisë do ta mbush dheun. Dhe ashtu siç ujërat mbushin detet, Krishti do ta ndërtojë kishën e tij dhe do të mbretërojë me të për jetë. Ku e shihni ju veten në këtë histori? Apo i rezistoni Jezusit si Sauli? Apo mos vallë po ju thërret Perëndia si Anania që të shkoni dhe të predikoni ungjillin me atë person që thoni ky dhe vetëm ky nuk shpëtohet kurrë. Ai ka nevojë për ungjillin, ajo ka nevojë për ungjillin. Çfarë po ju ndal në misionin që Jezusi ju ka dhënë kur u takuat personalisht në mënyrë mbinatyrore me të? Nëse e keni besuar Krishtin, nëse nuk e keni besuar Krishtin ende, sot është dita e shpëtimit. Thuaj, ja ku jam Zot. Bëj me mua vullnetin tënd. Unë dua të të ndjek, unë të dua, sepse ti më deshe i pari. Unë dua të të njoh dhe të të shërbej gjithë ditët e jetës sime. Nëse je besimtar, gëzohu
Qohu dhe prediko se Jezusi është Krishti, Zoti dhe shpëtimtari i vetëm, sepse hiri sovran i Perëndis vazhdon të shpëtoj dhe të transformoj edhe zemrat më të ngurtë. Amen.